Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të nisur maratonën tonë të bukur të komentimeve, për të nisur maratonën tonë të gjatë. Në fakt, sot është një ditë pozitive, sepse unë, ndryshe nga gazetarët e tjerë, unë preferoj që të vi më së shumti me lajme pozitive. Do të nisë këtë ditë të bukur me çiftin më të dashur aktualisht nga ju, me çiftin më të preferuar, me çiftin me të cilin ju jeni lidhur aq shumë shpirtërisht, saqë jam i bindur që ishit në sikletin e madh se çfarë po ndodh mes tyre. Unë jam natyrë që besoj në dashurit, jam natyrë që besoj në lidhjet, jam natyrë që ditë lexoj syt e të tjerëve. Këtë dhuntim ma ka falur Zoti dhe si mundësi që dita të lexoj syt e të tjerëve, unë arrita të lexoj syt e Brikenës dhe Mateos dhe arrita të shoh në syt e tyre një emocion të bukur, arrita të shoh në syt e tyre një dashuri fantastike dhe arrita të shoh në syt e tyre një shpresë për të ardhmen. Brikena dhe Mateo u rilidhen përsëri. I than po njëri tjetrit përsëri. Do me thënë, u rikthyen friends në Instagram, filluan të pranojnë tagët e njëri tjetrit, ashtu si që bënin pikërisht një muaj më parë, filluan të ndajnë momente me njëri tjetrin dhe filluan të qëndrojnë me njëri tjetrin. Tani, ky vallëzim që erdhi në Top Arena me këngën e Bjondit, nuk erdhi si vallëzim që ishte spontane, edhe këtë duhet ta sqarojmë. Do të thënë, ishte një vallëzim pas një takimit, pas një dreke, pas një bisede që çifti kishte bërë jashtë studios së Top Arenës, që kjo nuk kupton, do të thënë nëse shkojmë zinxhir më tej, kjo nuk kupton që Mateo dhe Brikena kanë ruajtur kontaktet. Do të thënë Mateo ka qenë iniciuesja gjithkohës që marrëdhënia e tyre të jetë një marrëdhënie rikthyer, të jetë një marrëdhënie bukur, të jetë një marrëdhënie ribashkuar, mos të jetë një ndarje përfundimtare. Pa marrë parasysh, do të thënë që Brikena nxori një zemër të thyer, pa marrë parasysh që Brikena vendosi që të fshi gjithçka nga rrjeti social Instagram i saj, pa marrë parasysh që Brikena vendosi që të largojë çdo gjë nga jeta e saj, Brikena përsëri, do të thënë, diçka në zemër e riktheti. Por në moment, Brikena është e shpejtuar. Mateo dhe Brikena përfundimisht janë bashkë. Ato janë rikthyer përsëri, nuk mund të rikthehen si shok asnjëherë. Ato nuk ka shoqëri mes tyre, do të thënë gjithmonë bisedat e tyre do të kenë tendencë për një marrëdhënie më shumë, për një ngrohtësi më shumë, për një emocion më shumë. Do të thënë nuk janë biseda të tipit të shoqërisë, janë biseda emocionesh, janë biseda ndjenjash, dhe në këtë rast, do të thënë Mateo dhe Brikena janë rikthyer përsëri dhe i shoh që të dy shumë më energjik se kur, i shoh që të dy shumë të lumtur. Unë e kam thënë këtë gjën sepse ishte e dukshme. Ishte e dukshme se sa Brikena dëshironte që të jetë në krah të Mateos, por se sa Mateo dëshiron të jetë në krah të Brikenës. Do të thënë gjithë ato dedikime, gjithë ato këngë, gjithë ato emocione, gjithë ato pasione që çifti ja dedikoi njëri tjetrit gjatë episodeve të Top Arenës, treguan që këtu në këtë mes ka një gjë më shumë. Dhe atë një gjë më shumë ne arritëm që ta shohim. Tani, çfarë do të ndodh? Analizat e mia rreth showbizit, analiza që unë kam bërë, pothuajse 99% kanë dalë. Unë nuk e besoj që Mateo dhe Brikena këtë gjën e kanë bërë për klikime, që Mateo dhe Brikena këtë gjën e kanë bërë për audiencë, sepse Mateo dhe Brikena e kishin audiencën, i kishin edhe klikimet edhe audiencën. Fal klikimeve dhe audiencës që kishin, Manushi vendosi që të ketë në Top Arena. Mateo dhe Brikena nuk është se kishin dalë dikundi bashkë, nuk është se kishin dhënë një intervistë bashkë,
që ishin konsumuar të publiku dhe duheshte ta bëjnë këtë lëvizjen. Do të thënë, ato nuk ishin të konsumuar. Ishte një periudhë shumë e shkurtër që sapo kishin dalë nga Big Brotheri. Brikena iku drejt Italisë, Matteo merreshte me punët e tij, nuk ishin shumë aktiv në Instagram dhe publiku i kërkonte bashk. Publiku dëshironte të shikon rreth atyre të dyve. Dhe unë mendoj që ato të dy kanë patur një krisje të vogël, nga ato krisje që ne jemi mësuar që t'i shohim. Brikena ka marrë vendime të shpejta të tipit që unë do të ndahem, do të shkatroj lidhjen. Gjithmonë Matteo është ai iniciatori që ka luftuar për atë lidhje, edhe në Big Brother, do të thënë Brikena i dhëroheshte dhe stopoheshte, ndërsa Matteo ishte tipi që vazhdonte akoma ta lutën, t'i shkon nga pas në një farë mënyre, t'i përgjërohet, dhe kjo tregon që do të thënë Brikena ishte e gatshme për të vazhduar marrëdhënien, por do të thënë e ka këtë natyrën që mban ndoshta pak mëri derisa të bindet që është gabim. Nuk e besoj tashmë që do të ekziston një grindje apo një ndarje mes çiftit, edhe nëse do të ekziston një grindje, nuk ma merr mendja që Brikena do ta bëj kaq të madhe, do ta bëj kaq dram dhe do të komentohet kaq shumë, sepse mendoj në fund të ditës Brikena duke i bërë këto lëvizje të pamenduara, duke i bërë këto lëvizje të paimagjinuara, Brikena në fund të ditës lëndon veten dhe bën një zgjedhje jo të mirë për marrëdhënien edhe për jetën e saj. Do të thënë, shoh një Brikena e cila është gati për gjithçka të bukur, është gati për një marrëdhënie fantastike, është gati ta jeton momentin, është gati ta jeton ndjesinë dhe të kënaqet pranë personit me të cilin Brikena ka përzgjedhur që të kalon momente. Unë shoh një Brikena të gatshme për një marrëdhënie, do të thënë dashurie të bukur me Matteo. Do të thënë, unë e shoh këtë lloj emocioni te Brikena dhe e shoh që çdo gjë është perfekte. Do të shohim sonte se çfarë do të ndodh. Tani pyetja ndodh, a do të ketë Tiranë diçka të bukur mes çiftit? Unë mendoj që ky sezon i Top Arenës do të përfundon me shumë emocion, do të përfundon me shumë dashuri, do të përfundon me shumë ndjesi. Do të jetë një Top Arena që do të na surprizojë të gjithëve, do të jetë një Top Arena që do të na bëjë të gjithëve për vete dhe në fakt pres që të ketë lëvizje interesante, pres që të ketë lëvizje të bukura dhe pres që të ketë lëvizje që realisht do të na afasionojë të gjithë. Do të shoh një marrëdhënie, shoh një Brikena tashmë gati për diçka të bukur, shoh një Brikena tashmë gati për të pranuar një unas apo thënë një ofertë apo një emocion nga Matteo, ashtu siç në të vërtetë Matteo di të bëj dhe ashtu siç në të vërtetë Matteo di të jap për publikun. Unë shoh shumë pika të bukura nga Brikena dhe Matteo. Prandaj vazhdoni të më ndiqni me subscribe për të kuptuar lajmet më të fundit.